Sot bëhen 28 vjet nga rënja e heroit Luan Haradinaj, i cili kishte rënë në njërin prej betejave të para të UÇK-s kundër forcave pushtuese serbe më 6 maj të vitit 1997 në kufirin shqiptar. Betejë disa orëshe me forca serbe derisa po e udhëhiqte një ekspeditë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rrugën për të hyrë në Kosovë, i mori jetën njërin nga djemvët të familjes Haradinaj. Në këtë ditë Luan Haradinaj, bashkë me të vëllain Ramush Haradinaj dhe grupin e përbërë nga Fehmid Vexhev Dadroviçi, Selim Krasniqi, Eramiz Dadroviçi, Abedin Rexha e Ilaz Kodra, Rafet Rama e Gani Rama, Emrur Xhemali dhe Ali Ahmeti u nisën për në Kosovë. Kishin arritur sipër fshatit Lar, fshat ky që ndodhej afër Kushninit të Hasit, në vendin e quajtur Qafa e Mullarit, ku grupi bie në një prit që kishte zënë ushtria jugoslave në kufirin 179 shqiptar. Në këtë prit vritet Luan Haradinaj, plagoset Rafet Rama, e po ashtu dhe Ramush Haradinaj dhe Fehmid Dadroviçi. Trupi Luan Haradinajt pushtoi në Vllanë deri në çlirimin e Kosovës. Pas çlirimit, trupi i tij u rivarros në varrezat e dëshmorëve të kombit në vendlindje në Glogjan të Rekës, ku preti qetë së bashku me 20 dëshmorët e vendlindjes. Luan Haradinaj lindi më 17 nëntor 1973 në fshatin Glogjan të Rekës, përkatësisht në Deçan.